Numri i kompanive të futura në listën e gjelbër të doganave për gjatë vitit 2024 ka shkuar në 2200 kompani. Në kuadër të lehtësimit të tregtisë së lishme, duke ruajtur edhe kontrollin bazuar në risk të qarkullimit të mallrave, mjeteve të transportit apo personave, specialistët e analizës së riskut të administratës doganore gjatë vitit 2024 kanë punuar për rritjen e nivelit të kanalit të gjelbër pa kontroll dhe uljen e nivelit të kanalit të kuq, kontroll fizik. Të dhënat e drejtorisë së përgjithshme të doganave nxjerrin në pas se përpos rritjes së numrit të kompanive që nuk kontrollohen, ka pasur edhe një targetim më të mirë të kontrolleve fizike. Si rezultat, niveli i kanalit jeshil në vitin 2024 është rreth 30.73%. Gjithashtu është regjistruar dhe ulje e nivelit të kontrollit fizik, i cili në 2024 rezulton 6.57%. Për gjatë vitit që lan pas ka pasur përmirësim në shpejtësinë e përpunimit të deklaratave në kanalet e ndryshme doganore. Për periudhën janar-dhjetor 2023-2024 ka një ulje signifikative të kohës së përpunimit të deklaratave në të gjitha kanalet e riskut. Konkretisht, koha e përpunimit në kanalin e verdh për periudhën janar-dhjetor 2023-2024 është ulur me 13 minuta, ndërkohë që kanali i kuq ka shënuar përmirësimin më të madh duke ulur kohën me 91 minuta. Reduktimi i kohës së përpunimit të deklaratave sjell lehtësim të tregtisë ndërkombëtare, duke ndikuar drejt për drejt në përmirësimin e klimës së biznesit. Bizneset mund të importojnë dhe eksportojnë mallra më shpejt, duke ulur kostot e qëndrimit në dogana dhe duke përshpejtuar procesin e furnizimit të tregut. Nga ana tjetër, reduktimi i kohës rrit transparencën, duke minimizuar mundësitë për abuzime ose vonesa të qëllimshme, gjë e cila do të rriste besimin midis bizneseve dhe administratës doganore.